Bismillahirrahmanirrahim. Dobitë e shërimit me Kur'an. Kuptimi i shërimit me Kur'an, rukja sharia, do të thotë leximi i ajeteve të Kur'anit dhe lutjeve të pejgamberit Muhammed alayhis salam për shërim e mbrojtje. Me besim të plot se shërimi vjen vetëm nga Allahu. Është një adhurim dhe mjet afrimi tek Zoti. Wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Ne shpallëm Kur'anin që është shërim dhe mëshirë për besimtarët dhe pse këtë nuk e dojnë mosbesuesit. O ju njerëz, ju ka ardhur një këshill nga Zoti juaj, shërim për zemrat tuaja, udhëzim dhe mëshirë për besimtarët. Surja Yunus 10:57. Kështu Kurani është ilaç për trupin, mendjen dhe shpirtin. Shërimi shpirtëror. Ky është më i rëndësishmi. Ndihmon për frikë, ankth, depresion, ndikim të syrit të keq, el-ain, magjia, sihr, prekje nga xhinët mes. Këto leximi i Kuranit dhe lutjet janë si dritë që djeg errësirën e shpirtave të këqij dhe qetëson zemrën. Pejgamberi alayhis salam përdorte Kuranin edhe për smundjet trupore. Në hadith thuhet se disa sahabi lexuan surën Fatiha një të smuri dhe ai u shëru më një herë. Pejgamberi alayhis salam tha: "Si e dite se ajo është shërim?" Prandaj pejgamberi alayhis salam tha: "Shëroni të smurt e juaj me surën El-Fatiha." Ajetet dhe suret më të fuqishme për shërim janë surja Fatiha, që është hapësja e Kuranit, nëna e Kuranit. Quhet dhe shifa, shërim. Lexohet 7 herë mbi vete ose mbi ujin që do ta pish me bismillah. Ajetul Kursi, pra Tespidova, surja Bekare, ajeti 255. Mbrojtje e fortë kundër shejtanit dhe xhinëve. Pejgamberi alayhis salam ka thënë: "Kush e lexon ajetul Kursi në mëngjes dhe në mbrëmje është i mbrojtur nga shejtani mallkuar." Dy ajetet e fundit surës El-Bekare 285-286, ndryshe Amen ar-Rasul, kush i lexon çdo mbrëmje i mjaftojnë për mbrojtje, por mbrohet edhe shtëpia e tij. Surja Ihlas, Felek dhe Nas lexohen bashkë për mbrojtje dhe shërim nga çdo e keqe. Pejgamberi alayhis salam i lexonte çdo mbrëmje dhe frynte trupin me to. Ajetet për shërim trupor e kur të semurëm ai më shëron. Wa idha maritu fa huwa yashfin. Surja Shura, ajeti 80. Ajeti për largimin e magjisë mes burrit dhe gruas, surja Bekare, ajeti 102, pra në surën Bekare. Por ata mësuan të që u sillte përçarje mes burrit dhe gruas. Merr avdes, ulesh në vend të qetë, bën niyet me lejen e Allahut, lexon Kur'anin dhe lexon ajetet e mësipërme. Është mirë pra ti këndohet ujit ose edhe vajt u lirit, si dhe është mirë të përdoren pra duat nga Kurani dhe Suneti. O Allah, më shëro me shërimin tënd, më shëro me mëshirën tënde, më mbron nga çdo e keqe. Allahumma rabban nas adhhabil bas washfi anta shafi la shifaun illa shifauk shifaun la yughadiru saqama. O Zoti i njerëzve, largoje smundjen, më shëro ti, se vetëm ti je shërues. Nuk ka shërim veç shërimit tënd, shërim që nuk lë pas sëmundje. Kjo një dua e transmetuar nga dietari Imami Muslimi dhe Buhariu. Rukja bëhet për disa ditë ose javë sipas nevojës. Mos harro namazin, dhikrin, istighfarin dhe duat e mëngjesit dhe të mbrëmjes. Në një enë me ujë të pastërt lexo ajetet e Kuranit, të cilat pra janë të dedikuara për shërim, nga ata që janë prekur nga msyshi ose nga sihri. Shenjat e veprimit: ndjesi e ngrohtë ose e ftohtë në trup, lodhje të qartë, gromësime, pra gogsitje të vjella, gjumi i thellë pas leximit, pas disa ditësh qetësi, lehtësi ose kthim i energjisë. Prandaj Allahu te barekuhu ve taala na jep lehtësim përmes Kuranit famlar. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub, me përmendjen e Zotit pra qetësohen zemrat e besimtarëve.